Një mori firmash duke përfshirë bankat të nivelit të dytë, institucione financiare të mikrokredis, nga ato që vendosin përqindje tepër të larta, apo edhe ato të mbledhjes me forcë të borxheve kontrollohen nga një dorë. Pronarët e ABI Bank drejtojnë një rrjet firmash, të cilat vetëm sa shtojnë të ditës me qëllim humbjen e gjurmëve se ku shkojnë paratë e shqiptarëve. Të njëjtët pronar kontrollojnë dhënien e kredive, individëve apo bizneseve me kolateral. Të njëjtët janë ata që japin mikrokredi, ku interesat janë tepër të larta. Por mjeti më fitimprurës i tyre është mbledhja e borxheve, pasi kontrollojnë edhe një institucion financiar. Paradyshohet se lëvizjen jashtë Shqipërisë në vende offshore, nga ato vende që origjina nuk deklarohet, dhe askush nuk mban përgjegjësi. Por të njëjtët individ janë futur edhe në sektorin e ndërtimit, në Tiranë apo dhe në vende bregdetare, duke krijuar një zinxhir të pastrimit të parave. Një dosje e denjë për prokurorinë e posaçme, pasi ka dyshime tepër të mëdha për pastrim parash. Në krye të kësaj skeme qëndron Andi Ballta, i cili kontrollon të gjithë këtë zinxhir me në krye firmën Transit. Kjo firmë e krijuar për të mbledhur borxhet e këqija zotëron ABI Bank, MBG Bank, institucion financiar NOA, të cilën e ka blerë në fillim të vitit 2025. Madje, firma Transit zotëron edhe firmën Moskopol, zotëron kompaninë MA1, firmën e krijuar të ndërtimit Bayview Alternative Investment. Kjo e fundit do të zhvillojë një pronë të stërmadhe prej 32 hektarësh në porët të Vlorës, e lënë kolateral tek ABI Bank. Kjo firmë është krijuar në muajin korrik 2025 nga Banka Amerikane e Investimeve, e cila është edhe pronare me rreth 99% e aksioneve, ndërkohë që më pak se 1% e aksioneve zotërohen nga Andi Ballta. Ky i fundit është edhe pronari pasi Banka Amerikane e Investimeve është në zotërim të Transit, ku vetë Transiti është në pronësi në majoratës nga Ballta. Por më e çuditshmja në këtë rast është që paratë e bankave apo të atyre institucioneve të mikrokredive po investohen në një pronë të stërmadhe në zonë bregdetare në porët të Vlorës. Por si u la kolateral në bank kjo pronë? Kush janë kreditorët e këqij? A mos vallë kemi të bëjmë me një skem të pastrimit të parave? A është nxjerrë në ankant prona sipas rregulloreve të Bankës së Shqipërisë? Një institucionesh duhet të nisë në fakt kontrollet ndaj kësaj skeme të stërmadhe, e cila pasi zhvati deri në palët shqiptarët, tashmë po merr edhe pronat. Një skem që po përdoret masivisht në Shqipëri, kryesisht nga grupet kriminale, ku rasti i rrumit të Shijakut vetë është maja e icebergut. Letrat janë të hapura dhe mjaftojnë hetimet apo kontrollet, kryesisht nga institucionet ligjzbatuese për të gjurmuar paran, e cila pasi xhiron në Shqipëri përfundon në vende offshore. Në krye të skemës është kompania Transit, e cila kohë më parë ishte firmë që merrej me mbledhjen e borxheve të këqija, njëjtë siç vepruan Microcredit Albania, ADCA apo dhe Final. Por çuditërisht jashtë hetimeve të prokurorisë së Tiranës dhe më vonë të SPAK ka mbetur Transit, e cila tashmë gjeneron miliona euro të fituara kryesisht në kurrizë të shqiptarëve të varfër. Sipas dokumenteve, në vitin 2023, në kulmin e lulëzimit të skemës së mbledhjes së borxheve, Transit do të deklaronte një fitim kolosal për 26 milionë eurosh. Ndërkohë e njëjta firmë ka refuzuar në vitin 2025 të publikojë bilancin e vitit 2024 në shkelje të plotë të ligjit. Natyrshëm, fshehja e bilancit bëhet me të vetmin qëllim, fshehjen e skandaleve të mbledhjes së borxheve, për të mos pasur të njëjtin fat si motrat e saj, tashmë të mbyllura dhe në procese penale ose civile. Skandali i mikrokredive vetëm sa ka fuqizuar rolin e saj në këtë treg të turpshëm të Transit. Me manovrat të pronarit Andi Ballta, tashmë Transit është kompania më me firmave të tjera, duke përfshirë edhe vetë ABI Bank. Zinxhiri i kompanive sa vjen në shtohet, gjithashtu edhe portofoli i tyre tepër i diskutuar. Sipas dokumenteve, ABI Bank ka shtrirë tentakulat e saj dhe në institucionet financiare të licencuara nga Banka e Shqipërisë për dhënien e mikrokredive, siç është edhe rasti i NOA. Me një transakcion tepër të dyshimt, në janar të vitit 2025, ABI Bank bleu institucionin NOA. Më vonë, ABI Bank përthithi kompaninë NOA dhe tashmë veprojnë si një trup i vetëm. Disa vite më parë, sipas dokumenteve, banka ABI Bank në krye Andi Balltën ka blerë për rreth 70 milionë euro edhe NBG Bank, ose siç njihet ndryshe Banka Greke në Shqipëri. Transaksionet vetëse kanë konfirmuar dominimin total të sektorit bankar nga e njëjta dorë, e cila duket se ka lidhje deri në kupolat qeverisëse. Pasi antar e Këshillit Mbikëqyrës ka qenë edhe zonja Linda Rama, bashkëshortja e kryeministrit Edi Rama. Por lidhje të forta e njëjta bank ka edhe me opozitën, pasi Elvana Hana ka qenë në poste drejtuese. Duket si një mburojë fortë që ABI Bank ka si nga pushteti apo edhe nga opozita në Shqipëri, ku megjithse vepron në mënyrë të dyshimt,
Deri më tani ja ka hedhur paq në një kontrolli administrativ apo hetimi penal. Ndoshta këto lidhje e kanë ndihmuar që të shtojë dita ditës gamën e firmave nën kontroll, ku përqendrimi tashmë është tek ndërtimi.